Ëmbrëm në kene Shadërvanit në Prizren kushtuar muzikës, artit dhe atmosferës unike. Në hapjen e eventit të Rock and Blues Fest Prizren, prezentuan edhe Bedri Hamza e kryetari i komunës së Prizrenit Sheqer Totaj. Me këtë rast, Bedri Hamza në Prizren tha se Kosovës i nevojitet më shumë besim dhe energji pozitive për t'i dhënë fund krizës. Kandidati për kryeministër në zgjedhjet e 7 të qershorit, Bedri Hamza, ka theksuar nevojën për më shumë shpresë, optimizëm dhe besim mes qytetarëve në rrugtimin për ndryshimin në vend. Sonte për pak energji pozitive në Prizren në Rock and Blues Fest, bashkë me kryetarin Sheqer Totaj, pastaj ka folur edhe për nevojën e një besimi që duhet pasur. Edhe kryetari Totaj në këtë takim ka folur për këtë zhanër muzikor. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.